Përshëndetje! Sot kam menduar të flasim në lidhje me energji. Të gjithë besoj e kemi provuar një moment në jetën tonë kur jemi ndjerë plot me energji dhe me motivim për të përmbushur një detyrë specifike apo një qëllim që ne i kemi vendosur vetes. Dhe përgjithsisht, çdo ditë e një fëmije është pak a shumë e tillë. Pra ata janë vërtet shumë të lumtur, gjithçka është shumë e bukur dhe kanë shumë energji për të luajtur, për të ndërtuar, për ta nisur ditën nga fillimi me motivim dhe kanë harruar komplet se çfarë mund të ketë ndodhur dje apo partje apo një situatë të pakëndshme që mund të ketë ndodhur. Kështu që janë të motivuar për ta nisur ditën përsëri nga fillimi dhe janë shumë të entuziazmuar në lidhje me çfarë do të ndërtojmë sot, me kë do të luaj sot, do bëjmë miq të rinj dhe janë shumë të hapur ndaj këtyre gjërave të bukura. Por, me kalimin e viteve dhe me rritjen në mosh, rriten edhe përgjegjësitë, duke qenë se ne më pas mund të kemi një punë për shembull, në të cilën na kërkojnë disa detyra dhe ne duhet të japim pak nga vetja jonë, nga energjia jonë. Dhe po ta shikoni kam bërë një paralelizëm të tonin në lidhje me baterinë, pra sikur ne në këtë rast jemi bateria e cila është full dhe në momentin që përgjegjësitë rriten, ne duke dhënë energjinë tonë punë për shembull, në punët e shtëpisë, në familje, kemi fëmijë për të rritur, përgjegjësitë janë nga më të ndryshmet, rolet e individëve janë nga më të ndryshmet. Gjithsesi, ajo që ngelet e njëjtë në thelb është fakti që me rritjen e përgjegjësive ne do duhet që këtë energjinë ta alokojmë në disa drejtime të ndryshme. Dhe kjo mund të shihet edhe si çështje investimi, pra kemi këto burime investimi dhe do të investojmë në disa vende të ndryshme dhe më pas kjo varet nëse ky investim do të kthehet apo jo, do dalësh me fitim apo me humbje, a ishte një investim i zgjuar apo jo, por do të flasim për këtë edhe në vijim, mund ta marrim si shembull dhe pjesën e investimit. Dhe po ta shikoni, e kam vizatuar baterinë me dy viza të kuqe, që do thotë që energjia është draining ose duke mbaruar, duke përfunduar, ju keni nevojë për karikim. Cili është karikimi, do thoni ju? Për disa shumë mirë dhe për shumicën mund të jetë gjumi. Për disa të tjerë mund të jetë një formë arti, mund të jetë ecje në natyrë, ka forma të ndryshme se si mund të jetë karikimi për çdo individ. Por po marrim gjumin me që është më i përgjithshmi dhe unë e kam ilustruar në lidhje me gjumin. Atëherë, çfarë ndodh në momentin që ju flini? Me qëllim ose jo? E rëndësishme është ta bëni me qëllim, por do t'ju a them edhe këtë. Në momentin që ju flini, duke qenë se mendja juaj pothuajse ka lënë në një gjendje tjetër, në një frekuencë tjetër dhe nuk është më trupi juaj të paktën qetësohet, sepse është komplet në gjendje gjumi, në gjendje qetësie, por edhe mendja juaj është në një gjendje më të qetë, nuk është aq e mbi ngarkuar sa gjatë ditës. Dhe ju në fakt nuk po jepni energji as kujt apo jo, as fëmijëve tuaj, as punës tuaj, jeni në gjendje gjumi dhe thjesht po ja jepni atë energjinë vetes tuaj. Kjo ju bën që bateria juaj të mbushet pak. Pra mund ta quajmë deri këtu jeshile. Gjithsesi, për ta mbushur edhe më shumë baterinë tuaj, unë do të këshilloja që para gjumit ju të bëni një ritual mirënjohje ose thjesht një ritual qetësimi dhe zbrastimi të mendjes dhe të energjive negative. Thjesht një shkrim në dietarin tuaj, ku ju hidhni çdo mendim ose çdo gjë që ka kaluar gjatë ditës me qëllim që ju ta nxjeni nga vetja dhe të jeni më të qetë dhe që gjatë gjumit të jeni më të çlirët dhe kjo energji rikuperuese të funksionojë më së miri. Nga ana tjetër, do të këshilloja që sapo të ngriheni në mëngjes, ju të bëni një ritual mirënjohje. Dhe të gjitha këto duke patur një qëllim në mendje, pra që unë po karikoj veten time, sepse qëllimi është shumë i rëndësishëm këtu. Në mëngjes do ju këshilloja shumë një ritual mirënjohje. Të jeni mirënjohës për këtë ditë e re, të jeni mirënjohës për energjinë tuaj, të jeni mirënjohës për gjithçka të bukur që po vjen, si një fëmijë i cili ngrihet në mëngjes dhe nuk është se e di se çfarë do të ndodhë në ditën e tij, dhe kjo është e bukur apo jo, që jeta është një aventurë dhe ku do të qëndronte e bukur apo të dinim të gjitha. Ama ne kemi në dorë që të tërheqim dhe në varësi të vibrimit ton apo të frekuencës ton apo të gjendjes emocionale në të cilën ne ndodhemi, ne do të tërheqim po të njëjtën gjë. Dhe nëse ju ngriheni dhe jeni të lodhur dhe jeni të mërzitur dhe thoni, do shkoj përsëri në punë, po kam këto gjëra për të bërë, kam këto përgjegjësi, po fëmijët duan kohën e tyre, po kam punë të shtëpisë e gjëra të tjera si këto, ju
nuk keni të entuziazmuar për këtë ditë dhe ndoshta do të rishni dhe gjëra që janë në këtë frekuencë të ulët, që mund ta marrin si një paralelizëm tek bateria me ngjyrë të kuqe. Pra mund të rishni gjëra të cilat do t'ju bëjnë të ndjeni edhe më shumë në të njëjtën frekuencë, në të njëjtin vibrim e kështu me radhë. Çfarë të bëni? Thjesht një ndryshim në perspektivë. Dhe ndoshta herët e para mund të duket sikur po gënjeni veten, ama është një gënjeshtër shumë e mirë që mund t'ia bëni vetes që të ndjeni vërtet të lumtur, të ndjeni energjik edhe nëse nuk keni, të ndjeni të lumtur për një ditë të bukur përpara, të mos fokusoheni shumë tek ato gjërat që ndoshta ju bëjnë të ndiheni paksa keq, për shembull marrëdhënie jo të mira me disa kolegë në punë dhe të mendosh që unë po shkoj të takoj, mos e mendo atë pjesë. Mendoj gjërat e bukura. Po shkoj të takoj mikeshën time. Sepse e di që diçka e bukur ndodhet gjithmonë aty. Fokusohu tek e bukura. Dhe papritur do të shikoni që ajo gjëja që juve ju mërziste ndoshta do të shuhet papritur ose thjesht nuk do t'ju impaktoj më ju radhës tjetër kur ju të përballeni me të dhe nuk do të jetë më vibrimi juaj. Ju do të filloni të rishni ndryshe. Avash duke bërë të gjitha këto rituale edhe shumë të tjera si këto, po këto ishin thjesht ato që mua më erdhën ndërmend. Po, edhe para se të flini, ju këshilloj që të mos përdorni telefon ose ekran, drita tuaja të dhomës të ngjyrë e verdhë, pra jo ajo drita e bardhë dhe shumë e shëndritshme, sepse kjo do ta lodhte shumë syrin, me qëllim që ju të bëni një gjumë sa më të qetë në darkë. Dhe nuk këshilloj që të përdorni telefon ose laptop, dhe nëse juve vërtet ju duhet, keni punë, keni emailje për të dërguar, arsyet janë të shumta, mjafton të përdorni syze të cilat janë me xhama blu ose kundër mbrojtjes së rrezeve të telefonave apo laptopëve, shumë mjete të tilla si këto. Do t'ju këshilloja shumë që të përdornit këto syze me qëllim që të mbroheshit nga këto rreze. Gjithashtu, vetëm një sekond. Okej. Do t'ju këshilloja me që ne me kristalet pak a shumë jemi njohur me disa prej tyre. Shungite, janë paksa të vogla, por shiteshin në paketim 12 copë brenda, me sa mbaj mend unë kur i kam marr. Mund t'i ndani me miqt, me familjar, ose thjesht i mbani në dhomën tuaj, në zyrën tuaj, në ambinin ku punoni dhe janë shumë të mira për të mbrojtur nga rrezet e kompjuterit, telefonit, të gjitha këto rrezet e dëmshme. Dhe sidomos nëse i vendosin në ujë për shembull, kanë vetin që ta pastrojnë ujin dhe nëse ju ujin e pini ka veti shumë shëruese, por mund të bëj një video tjetër për këto se jemi duke ndruar temë. Okej. Pra, duke bërë të gjitha këto rituale, duke qenë mirënjohës, duke patur një vëmendje, kalim tek vëmendja, pra të jesh i vëmendshëm gjatë ditës. Ku ti po e harxhon këtë energjinë? Dhe të jesh i vëmendshëm edhe në të shkuarën tënde. Cili person të ka bërë të ndihesh keq? Cili person të ka bërë të ndihesh sikur pas takimit me këtë individ të caktuar, energjia jote nga full shkoi e kuqe, alarm. Pra është një sinjal alarmi që ty po të bie energjia dhe ky person vetëm po të merr, por nuk po të jep. Dhe kjo ndodh në përditshmërinë tonë, ka shumë individ të cilët dhe jo për fajin e tyre, as pak, mos ju vini fajin individit, as vetes tuaj, thjesht ata ndodhen në këtë gjendje. Dhe çdo bateri që ndodhet në një gjendje të tillë dëshiron energji, që ajo të ndihet energjetike, që ajo të vazhdojë të bëjë planet që ajo ka për jetën e vet. Por gjithsecili duhet ta gjejë këtë lloj energjie tek vetja e vet. Dhe të karikohet me mënyra shumë të bukura siç janë arti, leximi, kalimi i kohës në natyrë, mirënjohja, e shumë të tjera, luajtja me kafshët e tua shtëpiake, sepse ato janë vërtet karikueset më të mëdha dhe e bëjnë me dëshirën më të madhe këtë gjën, pa pritur asgjë në këmbim nga ti, apo bimët, nëse ju mbani bim në shtëpi, preferojnë t'u karikojnë apo t'u japin energji shëruese pa pritur asgjë në këmbim. Dhe vetëm gjë që ju mund të bëni që t'i respektoni është thjesht të kujdeseni, t'u isni dhe shumë gjëra si këto, apo për natyrën të kujdeseni për të, ta mbajmë të pastër, por ajo nuk të kërkon asgjë në këmbim, dhe ajo thjesht të jep. Dhe ajo e gjen përsëri mënyrën se si të krijojë energji vet, pra është një rigjeneruese energjie, por ne nuk mund ta rigjenerojmë, por nëse karikohemi vet. Pra nëse ne i gjejmë këto mënyra për të karikuar, patjetër që po, mund të interaktojmë me të tjerët. Por në një marrëdhënie duhet të jetë win-win, mendoj unë, dhe jo, domethënë jep që të marrësh, dhe jo thjesht jep, dhe ti ngelesh pa fuqi dhe duhet të karikohesh më pas që të vazhdosh me punët e tua. Prandaj duhet jeni të vëmendshëm cilët janë këta individ të cilët juve ju bëjnë të ndjeni në këtë lloj mënyre.
apo aktivitete që juve ju bëjnë të ndjeni në këtë lloj mënyre. Mund të jetë shumë e thjeshtë, për shembull, të dalësh në kafe ku ka shumë individ, dhe aty ka shumë energji dhe nëse je shumë i ndjeshëm, ti ndjen energjitë të tjerëve dhe sigurisht që jo të gjitha janë të mira, jo të gjitha individët kanë halle të ndryshme, kanë probleme të ndryshme, secili ka problemet e veta, por kur ti je shumë i hapur dhe ke shumë i hapur ndaj energjive, ti do të ndjesh shumë. Dhe ndoshta mund të marrësh energji edhe gjatë ditës pa e kuptuar që nuk janë të tuat. Dhe thjesht po të harxojnë energjinë tënde pa e kuptuar. Mund ta marrë edhe këtë lloj shembulli si programet e telefonit. Për shembull, ti mund të jesh duke përdorur disa programe që nuk të bëjnë të ndjesh mirë apo të lënë të jesh shumë i lodhur më pas. Apo në prapaskenë disa programe janë duke luajtur dhe po të harxojnë energjinë ose baterinë tënde pa e kuptuar ti. Dhe ti duhet të jesh i vëmendshëm, që ti fshish të gjitha programet, të kesh një telefon të pastër, dhe të përdorësh vetëm ato programe që ty të bëjnë të ndihesh mirë, energjetik, dhe po të ofrojnë diçka në këmbim që është për shembull po mëson diçka të re, po argëtohesh, është diçka e bukur për të qeshur dhe ty të bën të ndihesh mirë, të ngre frekuencën tënde, energjinë tënde, apo po flet me një familjarin tënd që ke kopa e parë dhe ti ndihesh shumë mirë pasi bëre këtë gjë. Pra janë të gjitha këto që thjesht është një ndryshim perspektive, cila po më bën të ndihem mirë dhe cila po më bën të ndihem keq dhe i lodhur dhe i raskapitur dhe pa energji. Gjithashtu, kjo na drejton tek pika tjetër që është të kemi kufi të shëndetshëm. Kufi të shëndetshëm do të thotë është gjithë ajo që ne tham, por në një kuptim më të drejtë për drejtë, të vendosësh ca kufi, për shembull, në momentin që të ftojnë në një vend të zhurmshëm, në një vend që ti nuk do të shkosh, mund të duket që ti po e mërzit personin tjetër duke thënë, apo që familjar, duke thënë që jo, nuk mund të marr pjesë sepse kam nevojë për energjinë time tani, nuk po ndihem shumë mirë, dua ta kem energjinë për vete. Por shpeshherë ne tentojmë të mendojmë se jemi duke i lënduar të tjerët po e bëm këtë gjë. Por në fakt jemi duke lënduar veten. Sepse do të shkojmë aty, do të harxojmë energjinë tonë, do të kalojmë në një energji të kuqe, do të jemi të mërzitur, të frustruar, të gjithë të tjerët rreth qark nesh mund të jenë të frustruar prej kësaj, pra mund të mërzisim aq më keq, mund të mërzisim të tjerët prej këtij fakti, pra nuk po ju bëjmë derë që shkuam. Kështu që e mira është të respektoni, të dini kufit tuaj, të respektoni ato, apo nëse dikush që juve nuk ju pëlqen të qëndroni me të, po ju kërkon të kaloj kufit dhe të kaloj atë masën e marrjes energjisë nga ju, ndonjëherë është e mira që thjesht të vendosësh sa kufi dhe më besoni që jo vetëm që nuk do të mërziten, sado që okay, mund të ketë njerëz që do të mërziten, ata që nuk ju kuptojnë, por do të fillojnë të respektojnë edhe më shumë. Më besoni për këtë. Gjithashtu ajo që më erdhi ndërmend tani është një ritual shumë i bukur që mund ta bëni çdo mëngjes me qëllim që të mos të hiqni energjitë të tjerëve gjatë ditës tuaj. Sa të ngriteni në mëngjes, ju visheni apo jo? Domethënë, jo sa të ngriheni, nuk visheni, bëni ritualin tuaj, higjienën tuaj, mendoni që po pastroni, në momentin që pastroni fytyrën, po përgatiteni, por në momentin që visheni, ju po bëni gati që të dilni jashtë. Dhe normalisht që visheni sepse nuk dëshironi që disa pjesë të tregohen jashtë në momentin që ju dilni jashtë shtëpisë tuaj. E njëjta gjë ndodh edhe me energjinë. Në momentin që ti tregon energjinë tënde plot dhe ka të tjerë që janë bosh dhe duan të marrin prej teje, atëherë ata do të vinë si ndryshe quhen me termin vampir energjie, por mund të ngjaj pak si termi frikshëm, jo nuk është thjesht ideja që ata kërkojnë energjinë tënde dhe janë të obsesuar ndaj energjisë tënde pozitive, nuk ka rëndësi se kush je, ata thjesht njohin energjinë dhe e bëjnë në mënyrë të pavetdijshme, kështu që mos fajsoni askënd. Është për të theksuar kjo. Në momentin që visheni, mendoni sikur një rreth ose një flusk prej drite të bardhë, unë preferoj dritë të bardhë, por mund të mendoni çfarë lloj drite tjetër që juve ju vjen ndërmend. Ka raste që imagjinoj ose sipas në varësi të ditës, ndoshta varet çfarë ka nevojë, imagjinoj edhe dritë të verdhë, gold, e cila më rrethon, si një flusk. Dhe unë ndihem shumë e sigurt brenda kësaj fluske, sikur të jem brenda vërtet një fluske të vogël bota ime, dhe ajo flusk më mbron në momentin që unë eci nga çdo lloj energjie negative që mund të vijë rreth e qark. Pra, nuk e di nëse mund t'ju ilustroj, ose po e bëj diku këtu, në momentin që kjo flusk
Okej, ndjes për vizatimin. Në momentin që kjo flusk po ju rrethon, në momentin që ju jeni jashtë dhe keni dalë për të vazhduar ditën tuaj, kur energjitë negative vinë drejt jush, ato do të reflektohen përsëri në një drejtim tjetër. Dhe ju do të jeni shumë të mbrojtur nga kjo flusk dhe mendojeni gjithmonë këtë gjë. Është e mira që ky ritual të përdoret dhe të besohet dhe ta keni ndërmend që vërtet kjo gjë po ndodh, me qëllim që të jeni më të mbrojtur gjatë ditës, por nuk është një kusht i domosdoshëm. Dhe nëse harroni ta vendosni në mëngjes, gjatë ditës ju mund ta vendosni kur të dëshironi, kur e ndjeni të arsyeshme. Gjithashtu me që jemi këtu tek me që folëm për kristalet, një kristal shumë i mirë që unë do të sugjeroja për mbrojtjen nga që duhet mbajtur me vete çdo ditë për mbrojtjen nga energjitë negative dhe për largimin apo kthimin e këtyre energjive, sepse ne edhe mund t'i kthejmë këto energji negative në energji pozitive për veten tonë, por ky është një proces tjetër më pas. Do të këshilloja dy kristale shumë të fuqishëm që janë turmalina e zezë dhe obsidiani i zi. Pra, turmalina e zezë ju mbron nga këto sulme, mund t'i quajmë ose energjetike, ose thjesht nga energjitë negative për rreth. Dhe obsidiani në po të njëjtën mënyrë ju mbron shumë të vazhdoni ditën tuaj të qetë, këto energjitë negative, por gjithsesi mund të bëj edhe një video seruese për këto kristale, nëse ju jeni të interesuar. Okej, duke bërë të gjitha këto me radhë, ne më pas gradualisht, sepse po ta shikoni, ky është një proces gradual. Nuk është se ka ndodhur brenda ditës. Te kjo ndodh, ndodh që ne nuk mund ta çojmë dot deri në fund, kjo ndodh çdo ditë, pra nuk besoj se të rriturit e çojnë dot deri në fund pa bërë ndonjë nga këto rituale, karikimin apo energjinë e tyre, por në momentin që ne jemi shumë të vëmendshëm dhe bëjmë të gjitha këto rituale, praktika apo ndjekim këto zakone, do të shohim që bateria jonë do të mbushet dita ditës dhe do të vijë një moment që do të jetë përsëri e plot. Ashtu siç ka qenë kur ne kemi qenë fëmijë dhe mos mendoni se në këtë moment përgjithësi do të mbarojnë, apo ju do jeni bërë egoist, nuk do merreni më me fëmijët, thjesht jeni fokusuar tek vetja, jo as pak, më besoni, aty do të shtojnë edhe më shumë përgjegjësitë, sepse ju jeni të aftë që të përballoni më shumë. Por ju do të vini re që do të bëni gjërat shumë herë më thjesht. Do të merreni me të gjitha përgjegjësitë që më parë janë dukur si shumë të rënda, shumë të vështira për të bërë në një mënyrë shumë më të bukur, do ta shijoni procesin, do shijoni qëndrimin me fëmijët, do shijoni qëndrimin me individ të ndryshëm dhe do të jeni shumë të lumtur sepse do të dini kur të thoni jo dhe kur të largoheni përpara se bateria juaj të shkojë kuqe. Do të dini cili individ ju bën mirë dhe cili jo, cili aktivitet ju bën mirë dhe cili jo, dhe ju do të jeni vazhdimisht në këtë lloj frekuencë, energjie dhe karikimi shpirtëror, emocional, mendor në gjitha fushat. Okej, mund të ketë momente që në rast të interaktimi apo marrëdhënie me të tjerët apo kur bëni disa punë, mund të iki ndonjë viz, por ajo do të shtohet përsëri në momentin që ju do të shihni punën e bukur që bët. Në momentin që do të merrni përsëri lumturi nga fëmijët tuaj, sepse ata janë, mos harroni, janë bateri full dhe ata mund t'ju japin energji. Dhe ata do të karikohen përsëri sepse e kanë më të lehtë për ta bërë këtë sesa një person i rritur. Dhe do të vini re që do të qëndroni përgjithsisht në një gjendje optimale, në një balancë, në një harmoni të karikuar. Sepse do t'ju jetë bërë zakon tashmë, juve do t'jeni më të mençur dhe keni kaluar gjithë këtë rrugëtim, i cili ju ka mësuar shumë, dhe tani më nuk është më kot, asgjë nuk ndodh më kot, çdo gjë ndodh për një arsye. Dhe tani më ju jeni jo vetëm më të zgjuar në lidhje me çështjen se si e menaxhoni energjinë, por çdo fushë e jetës tuaj do ta reflektojë këtë gjë. Çdo individ që do të vinë në jetën tuaj apo do të tërhiqet nga ju, do të jetë një bateri, po si ju, e mbushur, dhe që çdo interaktim do të jetë win-win. Pra, jep që të marrësh, ose ti e ndihmon me diçka, ai të ndihmon me diçka tjetër. Ti ofron një buzëqeshje, ai të ofron buzëqeshje, ose mund të jetë e multiplikuar, për shembull ai të ofron 2 fish, ti ofron 3 fish. E kështu me radhë. Dhe do të vini re që bateritë tuaja mund të jenë vazhdimisht të mbushur dhe kjo do të krijojë një energji shumë të mirë, harmonizuese dhe pozitive për ju, rreth e qark jush, me individet që ju shpenzoni kohë.
apo energjinë tuaj, dhe do të jetë një kthim i mirë investimi që përmendëm dhe si shembull pak më parë, pra do të jetë investimi më i mirë që ju do të bëni, nëse do t'i ofroni këtij miku diçka, sepse do të jetë një kthim investimi 2-3 fish më shumë. Ju eventualisht do të jeni të lumtur. Kjo është e rëndësishme, do të jeni të lumtur për të vazhduar me përditshmërinë tuaj. Dhe doja të sqaroja diçka në lidhje me kufit të shëndetshëm, që mos mendoni se jeni egoist, as pak. Nuk jeni egoist nëse ju mendoni të fokusoheni tek vetja më parë, para se të ofroni diçka për të tjerët. Mos pretendoni që të ofroni nga një gotë që është bosh, ose nga një bateri që është e kuqe për vete. Kjo gjë nuk mund të ndodhë edhe sikur ju të preferoni dhe të dëshironi me gjithë zemër. Është si një shembull që po më vjen ndërmend tani. Është një shembull shumë i bukur që unë preferoj t'ia them çdo individi i cili edhe vetë kam qenë më përpara një individ që preferoja të jepja shumë më shumë se sa merrja. Dhe nuk është një gjë e keqe, është një gjë shumë e mirë që ti të japësh, por ki kujdes se kujt i jep. Pra nëse ti jep me zemër dhe jep shumë një individi i cili është në gjendje që ty të jap në këmbim, apo edhe sikur mos të jap, të paktën të mos të marr nga energjia jote, por thjesht ta lër aty ku është. Kjo është e rëndësishmja. Pra unë jap sepse di që mund të jap. Po në momentin që ti abuzon dhe merr më shumë se ç'të takon, atëherë kalon tek energjia e kuqe. Kjo është diferenca e të bërit, domethënë, investimin e duhur. Pra të dish që unë po jap kaq shumë parash ose po investoj kaq shumë parash në këtë lloj projekti. Por ama e di që fundja do të më ngelen aq parat, ky është një investim i zgjuar, ose rasti më i mirë do të fitoj shumë. Pra ky është një investim shumë i zgjuar. Okej, le të kthehemi tek shembulli që unë po sillja në përmend apo u kujtova në lidhje me të. Nuk e mbaj mend a ka qenë histori e vërtetë apo jo, thjesht u mbaj mend shembullin. Nëse ju e dini, ma kujtoni ose ma saktësoni, gjithsesi u mbaj mend thjesht shembullin. Nëse je një prind në avion me fëmijën tënd dhe ndodh një gjë e papritur, çfarë do të bëje ti? A do të vendosje maskën e ajrit tek vetja jote apo tek fëmia? Shumica do të thoni tek fëmia, apo jo? Unë personalisht në këto momente jo, por në ato momente ndoshta edhe mund ta kisha thënë, kur e kam lexuar ose kur më kanë treguar. E bukura ishte se duhet ta vendosje maskën për vete. Pse? Sepse ti je prindi i fëmijës. Dhe në momentin që ti nuk je në rregull për vete dhe e zën se ja vendose maskën fëmijës, se marrim këtë si rast. Fëmia nuk është aq i aftë ose aq në gjendje sa të ndihmoj ty, apo më pas ta mbaj maskën dhe të jetë në gjendje të ndihmoj dhe veten, apo jo. Pra, ti mund t'i kesh bërë nder, ndoshta, mund ta gjykosh si nder, por nuk është nder për asnjërin prej palëve. Dhe nuk është një vendim i drejtë. Nëse ju do ta kishit vendosur maskën për vete, marrim të rastin e dytë, skenarin e dytë, ju do të ishit në gjendje që të merrnit frymë, të ishit të vetëdijshëm, të shqetësoheshit dhe të ndihmonit fëmijën tuaj. Pra në këtë rast fitojnë të dyja palët apo jo. Kështu që edhe në rastin kur ju jepni nga një energji, si rasti i pemëve, fitojnë të dyja palët, sepse pemët janë në gjendje që të karikojnë veten e tyre. Janë në gjendje që të bëjnë metamorfozën dhe të ofrojnë përsëri atë oksigjenin që ty të nevojitet. Ama ti nga ana tjetër, mjafton që nëse ti i kthen një njohje, pema të shumë e fituar. Nëse ti kujdesesh për të, pema të shumë e fituar. Pra është një investim jashtëzakonisht shumë i zgjuar. Ama nëse ti nuk i kthen asgjë, jemi okay. Pema është shumë okay të ndihmoj ty, është shumë në rregull të t'jap oksigjen ty. Edhe nëse ti nuk i bën asgjë. Ama në momentin që ju filloni dhe i keqpërdorni, shpërdoroni, i silleni keq me to, i mbani mjedisin jo shumë pastër, apo thjesht nuk dënjoni që ti ofroni respekt, çfarë do të ndodhë? Do ketë më pak pemë, më pak oksigjen, ndotje shumë e madhe dhe ato s'do të jenë më në gjendje të ndihmojnë, dhe jo se nuk duan, por nuk munden. Pra është një paralelizëm që thjesht mund ta mendoni në këtë lloj mënyre një herë. Kjo ishte, nuk e di nëse kam lënë një gjë pa përmendur, sepse edhe gjatë rrugës shtova gjëra të paparashikuara, por që mendoj se kam thënë gjërat që duhet të thoja në këtë momente. Faleminderit, do të isha shumë e lumtur të njihesha me opinionin tuaj, me eksperiencat tuaja personale, a keni vënë re këto shenja dhe çfarë keni bërë për to, apo thjesht ju lindi në një ide e bukur gjatë kësaj videoje, jam e lumtur të di eksperiencën tuaj dhe mendimin tuaj. Janë shumë të vyera për mua. Faleminderit, shihemi në videon tjetër.